Deri sa dëmo ta shumë të ukollë të maturë na kena me bongora. Është një nga garat më të pëlqyera në vendin tonë, pjesëmarrës të shumtë dhe vetura të lloj-llojshme. Megjithse nuk premtoi koha që gara e parë në disiplinën Drag Race të përfundojë tëra, madje nuk garuan veturat më të shpejta, gara e javës së kaluar u karakterizua me pjesëmarrje të kënaqshme të garuesve. Rivalitet të madh dhe interesim të jashtëzakonshëm të dashamirësve të automobilizmit. Të dielën u përfundua gara në të gjitha klasat e divizionit me tërheqje me rrotat e prapme dhe tërheqje me rrotat e para, si dhe në klasat 14, 13 e 12 në divizionin AWD apo tërheqje me 4 rrotat. Shikuesit e shumt patën mundësi të shohin vetura shumë të shpejta, vozitës atraktiv e atmosferë të mirë. Garuesit nga Malisheva marrën pjesë me një super vetur, ku arritën edhe kohën mjaft të mirë karshi konkurrentëve të tyre. Ky kerr është i punuar në komunën e Malishevës, përkatësisht Zhbonjës, edhe këto ka punuar Genard Begaj dhe Ardian Begaj. Sa i përket këtyne sene që thujmë na, ky kerr i ka dikon 1000 plus është. Diçka që kërkosh Kosovë se ka bën e kemi bën na. Që mas soj gorës, a një topën për gorë atjera. Normal që po. Edhe deri sa dëmo ta shumë të ukollë të maturë na kena me bongora. Nuk jem për rinoti, po jem të bëmë spart për qe. Kështu vazhdoi gara në klasat e ndryshme, ku vetura të shumta nga vendi dhe rajoni morën pjesë. Čeka da bjedni vetar! Besim të shojmë kohën e ti! Gati! Leutrimi me makinën e tij Audi tash e shumë vite është pjesë e garave Drag Race. Diferenca për vitit kalum, sa i përket performanca kerrët është e njëjtë. Na bo do intervenime, do investime rreth kopjes me shtimu kop kerrë më shumë. Përmirësim kena nashë me thonë një gjysmë sekunde, jena më të mirë se vjetë. Presim edhe pak më shumë.
por sa është sport i shtrenjtë sipas tij? Sa i përket sportit shtrenjtë është nashtë s'dina s'më të kallëzu sa është, po është adrenalin, edhe adrenalina na motivon me bo mas të sporti, se për ndryshe s'ja vlen. Ndërsa makina me të cilën po garon është mjaft e mirë. Kjo është Audi S3, motor është fabrikisht i veti, i përforcum, fabrikisht është me 295, tash ka 950 kuaj fuqi, edhe po turbo komplet, është motor ndërtum. Sa vështirë me mojt një kjerë? Sa është i rrezikshëm si sport? Rrezik është shumë, sepse mrina një shpejtësi kogjët në lartë, në fjolla 400 metra. Sa e mrin 400 Po, metra? 255, kam top speed mas shumë të që kam rri. Se në t'i kena të sigurume në dorë të zotit. Por kush është kujdesur që vetura e tij të ketë këto performanca? Kërajt vetë. Sa i përket servisit tem në autollaker valtrimi, ketë për servisit tem, sa i përket punën, krejt do më kry tjerë për durve tona, mopin, programin e ka kry Eko, është për Francës, tjerat punin bo krejt në Kosovë, krejt në bo në garajën tem. Gara vazhdoi deri në mbrëmje. Shikuesit ishin mjaft të kënaqur. Bashë mirë shumë ka shku si një dragi. Ka pat kerat mira, kerat shpejtat, bukrat, tanat mira. Cili u kon kjerë që ka përqy mas shumë të? Audia, lautrimit. Me mira Audia. Garues të shumë dhe me vetura nga më të ndryshmet. Mbrapa kemi BMW 3.2 dhe motor modifikun X5 3.0, M54, rreth 255. Në drag është hira e 4 që jena të morë pjesë. Kemi bo kohën 14 të fort. Kena shpresu këtë drag 13, por nuk e dashti fati për një defektit vogël. Pjesa e garës që nuk u përfundua do të vazhdojë në qershor. Në kalendar është Drag Race 2. Pra në qershor, fillimisht do të vazhdohet me pjesën e garës së sotme e pastaj fillon gara Drag Race 2. Dhe kjo është lista e fituesve sipas klasave.